Unë po them që shkon drejt rrezikimit të interesit kombëtar për shkak se krijon hapësirë reale për ndërhyrje të thellë të një shteti tjetër që s'ta njeh pavarësinë. Dhe 10 komuna realisht sot udhëhiqen prej një force politike që s'ta njeh. Hajde pezojmë, po pajtora me ty është rrezik. Nën kryetari i kuvendit Kosovë është rrezikim i interesit kombëtar. Jo, nën kryetari per se. Kryetari i Zveçanit. A është rrezikim më i madh i interesit kombëtar? Sigurisë kombëtare. Kryetari i Zveçanit i deleguar. Problemi është politik i Zveçanit, që është kryetar i cili është zgjedhur nga lista e serbe, e cila e ka sulmu. Një fshat ka sulmu në një fshat vogël të kësaj komune që quhet Bëlç. A është ky rrezik më i madh? Problemi ti e the pak më herët. Lejon ta vazhdoj. Pse s'u that kur më thon se si pasojë zgjedhjet që janë, si pasojë vendimit që kanë bërë shtetarët serb, i cili është vendimi i gabum, fatkeqësisht Kosova rrezikohet. Siguria kombëtare e Kosovës. Problemi është e marrëveshja e vitit 2013 dhe 2015. Po i morën daullën thëshë ti fitum që kaç komuna na. Jo, problemi është politik. Soi kapitalista serbe që po rrezikan. Ta dëgjojmë problemi. Domethënë Brenga Ramabuaj se këtë vetë vendosë të kohë. So komuna i ka fitu LDK-ja. So i ka fitu PDK-ja. Edhe so i ka fitu LDK-ja. Kur zot nuk e kanë qenë gojë me kur se ka thonë fjalën. Fatkeqësisht komunat veri ka fitu lista. Fatkeqësisht ako na komunikat që terroristat u kthyn skenë. Ako, a keni shkruar nëse me thonë organizata terroriste. Gjykata kushtetuese. Unë po them, i ka marrë organizata terroriste komunat. Pse se ke thonë ma boj, për ju kanë më rëndësia i ka marrë VB-ja u Bilicin edhe për Kosovën. Do duhej që të iniconin ex officio hetim për rastin. Për këtë forcë politike që de facto i shërben interesave të Serbisë është plotësisht, a e thatë, edhe Dardani më do këtë e thatë. Është plotësisht shërbim të agendës Serbisë. Pra bjen ndesh me nenin 2 dhe 3 të Kushtetutës Kosovës që flet për sovranitetin. Bjen ndesh edhe me ligjin për partitë politike. Kjo është çështje e gjyqësorit ta rregulloj këtë çështje. Por mendoj që politika është stërvonuar që ta emancipoj gjyqësorin mos përzihet në terrenin e politikës. Një çështje shkurt, Ramaboja, do sjell një video të kryeministit të ty. Astrid, vetëm ta kontekstualizojmë, Astrid. Këtë janë me lista serbe. A ka pas komunikat lëvizjes vetvendosje në përfundimin e zgjedhjeve lokale ku thot komunikata. Zgjedhjet Kosovë kanë ndodhur kështu, mirë dhe ka fitu fatkeqësisht. Fatkeqësisht ku thot komuna e ka fitu lista serbe një organizatë. A ka pas veç një deklarat me thonë që nuk ka mirë që i ka ndodhur Kosovës kjo. A ka thonë organizata politike patriotike lëvizja vetvendosje këtë. A ka thonë e ka rritu ponat e fitu Mitrovicën. A ka që zguma Mitrovic. Mitrovic ka që zguma atje ku shafit e Veriun. Lista serbe jo ka fitu Veriun, në neve. Që do ka interesante. Kur se keni qelë gojen? Ka zonë shumë patriota e një. Qërolli. Kur se keni qelë gojen? Kur se kanë qelë gojen?